Njeriu nëse vrapon ndaj një krijesës, do të lodhet shpirtërisht dhe do të uritet. Ata të cilët vuajnë nga ditët e zhekta dhe ditët e nxehta dhe të gjata. Nuk është problemi tek ditët e as të zhegu, është problemi të zemra. Ja pra jesem me një shembull në Kur'anin e Kerim. Me më të dashurin të Allahut Azza wa Jall, Musa'in a.s. Musa'i a.s. me rrugën e udhëtimit drejt Khadirit, që do mëson prej atij që Allahu Azza wa Jall i ka mësuar. Megjithatë në mes të rrugës uritet Musa'i, lodhet Musa'i, ndalet dhe i thot djaloshit që e shoqëronte Musa'in: Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Mas jell ushqimi, të hajmë nga se jemi uritur dhe vërtet jemi u lodhën në këtë udhëtim. Dietarët ka thonë, njëherë në jetë Musa'i a.s. shkoi për ta kërkuar një krijesë, për të marrë diçka të dobishme për një krijesë, u lodh në udhëtim. Orit Musa'i, ndërsa në Kur'anin e Kerim na tregon Allahu Azza wa Jall për të njëjtë njeri, për Musa'in a.s. ku shkoi të takon Allahun Azza wa Jall në Turi Sina. Agjeroi Musa'i 30 ditë, e pastaj i plotsoi dhe 10 ditë. 40 ditë agjeroi Musa'i, nuk e nditi as lodhjen, as dhimbjen, as eqen, as uriqjen. E dini ku a sekret? Për çka se këtë udhëtim Musa'i shkoi ta kërkon kënaqësinë e Allahut, ndërsa në udhëtimin e parë ish për qëllim krijesa e Allahut. Kjo është dallim mes atyre zemrave të cilët fluturojnë dhe kënaqen kur ta përjetojnë një adhurim që ta kënaqin Allahun, dhe mes atyre që agjerojnë megjithatë ju ka met të agjerohet vetëm si traditë.